Sot është data 74 janar dhe ky muaj prap nuk po mbaron. Me çka kam parë kam dëgjuar vërtet, nuk jam i vetmi që ky muaj po i duket pafund. Në një ditë e mirë nuk fillon asnjëherë pa një mëngjes të mirë dhe një mëngjes të mirë për mua është një mëngjes që përfshin patjetër vetë. Ka një ditë pa qëndruar rehat në shtëpi, kam patur as takat të pastroj, as takat të bëj asgjë. Është bërë shtëpia më rrëmuese e Big Brother VIP Kosova për zonë. Fundjavë sigurt një herë, këtë fundjavë sigurt që do bëjmë ne. Ishte ajo dita që ishte shumë ftohtë dhe po frynte ajo era e tmerrshme, prandaj jam blinduar kështu. Si çdo ditë, pjesa më e madhe e ditës kaloi në punë, pa aty punohet, nuk filmohet, prandaj është vetëm një klip të pik duhet të ketë qenë ora diku 7. Gjithmonë në këtë orë që përkon me orarin para palestre, unë bëj këtë smoothie. Është aq i mirë për mendimin tim sa nuk më mërzitet asnjëherë. Që shikoni në video ka boronica, ka mjedër kur kam i hedh, kur nuk kam nuk i hedh, sërse bën ai diferencë. Banane, faraçia dhe një lugë gjalp pikiriku. Gjithmonë mirë është ta merrni nga ai pa procesuari, po s'kishte atë ditë në market dhe unë mora këtë. Unë për pak ekstra proteinë i hedh edhe një skup nga kjo proteina me banane. Tu nuk ndihet fare se vetëm merr shijen e bananës. Kështu mund ta piun proteinën se kështu me ujë ose me shumë është sheto, nuk e pi dot, nuk më kalon dot poshtë. Kjo është një hapësirë e shkurtër publicitare për t'ju kujtuar që të bëni follow dhe të mos prisni të ju dalë në For You page prap herës tjetër se mund të mos ndot. Kështu që të siguroheni që do ju dalë prap në një video, bëni follow. Dhe po thoja, pasi e rrufisim këtë smoothie me 3 glenga, bëhemi gati për të ikur në palestër. Të pika vajtur ora 9, e martë është, njerëz në palestër nuk ka se të gjithë po shikojnë Prime-in, ça do mo nga jeta. Tu mbyllen aktivitetet e kësaj dite. Faleminderit që pat të video deri në fund. Mos harroni të bëni follow edhe një herë. Ciao.